përmendë edhe folës, do kemi edhe folës të pranishëm apo jo. Dua të di pak edhe në këtë pikë se çfarë do ndëgjojmë nga këta folës. Çfarë do ndëgjojmë? Temat të cilët ne do t'i diskutojmë aty do jenë temat mbi digitalizimin, mbi profesionalizmin, mbi AI, teknologjitë e reja dhe disa gjëra tjera që ndodhin në tregjet europiane. Dhe aty do kemi të ftuar njerëz kompetent për këta lloj temësh. Gjithashtu nuk e përjashtojmë mundësinë që të kemi njerëz edhe nga institucionet përkatëse që i takojnë domethënë shtetit tonë, mbase Ministrinë e Transformimit Digital ose Agjencioni për Investimet Huaja, parasysh se Harovat Aceki në organizat ka hapësirë dhe ka shumë antarë të cilët janë edhe investitorë. Domethënë nuk është vetëm pjesa e profesionistëve dhe kompanive, po kemi edhe investitorë të cilët janë pjesë e organizatës. Parasysh se ka shumë programe të ndryshme të cilët organizohen ku investitorë të ndryshëm i selektojnë disa biznes plane apo disa ide dhe ata i financojnë. Dhe ne në portfolion apo në listën e antarëve tonë kemi edhe investitorë dhe është shumë interesante për arsye se edhe investitorët janë çfarë ndodh në këto evente. Gjithkush që vjen këtu, pavarësisht të postit, pozitës apo kompanisë që vjen, dyqysh barazohet me gjithkënd. Domethënë një student me një CEO ka qasje direkte, domethënë nuk do të mbush një aplikacion që shkoj të takohet me atë, thjesht i afrohet i thotë jam student, ju jeni kësaj, domethënë është shumë interaktive, shumë proaktive qasja.